qepi në mirë ma di, hajde balën ti me bëri. Daj, daj, lumi, daj, t'lumë shikon që Daj, daj, lumi, daj, qysh këtan ashtu më ka dal. Kur ta martoj një pintem, ka me kalu në krejt këtë ven. Daj, daj, lumi, daj, qysh këtan ashtu më... Përshëndetje gjithëve, ne vim për Rafaelin e vogël, vim nga stafi surpriza online në kemi një surprizë për djalin. Ju urojmë të bëhet edhe 100 vjeç. Dikush që nuk është prezent të ka kërkuar të jenë sa dhe pak afër jush nëpërmjet kësaj surprize. Unë kam një letë për ta lexuar për të kuptuar se nga kush i vjen kjo surprizë. Motra ime e dashur Gjejsi. Sot është një ditë e shënuar dhe e bekuar për familjen tonë, sepse vogëlushi ynë Rafaeli mbush 1 vit jetë. Ky vit që kaloi nuk është vetëm një numër, por një vit i mbushur me gëzim, me emocione të reja dhe me dritën që ai sodhe në shtëpinë tonë. Me ardhjen e tij, Rafaeli na mësoi se çfarë do të thotë dashuria e pastër, e pafajshme dhe e pafund. Çdo buzëqeshje e tij është si një rrezë dielli që mbron shpirtin, çdo tim budiqeshje se tij na bën të harrojmë vështirësitë e jetës, çdo shikim i syve të tij të pastër na kujton se sa e bukur është jeta kur të ne mbidhet dashuri. Ai është bekimi ynë më i madh, një dhuratë nga Zoti, një kujtesë e përditshme se jeta vazhdon dhe sjell gjithmonë arsye të reja për të buzëqeshur. Edhe pse unë nuk mund të jem fizikisht aty pranë për shkak të mungesës së dokumentave, zemra ime është sot me ju, me ty, me Gjorgjin dhe me vogëlushin ton Rafael. Jam i bindur që edhe daja im, gjyshi i Rafaelit, i cili na mungon për 3 vitesh e gjysmë, sot do të ishte krenar dhe i lumtur ta shihte nipin e tij duke festuar ditëlindjen e parë. Ai gjithmonë ka bërë gjithçka për ne nipërit e mbesat dhe dashuria e tij për familjen ishte pakufishme. Jam i sigurt që shpirti i tij është sot aty pranë jush, duke buzëqeshur dhe duke bekuar vogëlushin. Motra ime Gjejsi të uroj nga zemra që Rafaeli të rritet i shëndetshëm, i fortë dhe i lumtur pranë jush. Qofshin ditët e tij të mbushur me dritë, me ëndra të bukura dhe me arritje të mëdha. Uroj që ta shohësh gjithmonë me sy të qeshur, të shëndetshëm dhe plot jetë, ta shohësh tek rritet burri i mirë dhe i dashur, dhe një ditë ta martosh me gëzim. Një urim të madh dhe të veçantë dua ta bëj edhe për tezën Asje, që e do Rafaelin me gjithë shpirtin e saj. Zoti ta arrit nipin e vogël, t'i jap jetë të gjatë, ta gëzosh gjithmonë dhe të mbetesh gjithmonë krenar për të. Dhe unë si vëllai yt dua të them nga zemra, Gjejsi të dua shumë. Ti je forca ime dhe unë gjithmonë do të jem mbështetja jote për gjithçka që të duhet. Asgjë nuk do të më pengoj të jem pranë teje me shpirt dhe me dashuri. Shumë urime nga zemra për vogëlushin ton Rafael, dritën e familjes sonë. Sot është dita e tij, dita kur festojmë jetën, bekimin dhe gëzimin që ai ka sjellë tek ne. Qof gjithmonë i lumtur i dashur Rafael, dhe dije se je i rrethuar nga dashuria e një familje të madhe që të do pafund. Përqafime të forta me gjithë dashurinë time, Juliani. Shumë të mirë.
nuk e tim E ti qa kjeta mos tim ma I miri kujtim Me lë të rrallë qarek se të mbrana të maj Be